Buçi më bu CHI. Bu CHI podcast. Mirë se erdhe Alind. Mirë se u gjej. Ju falenderoj për ftesën. Si je? I lutem shumë faleminderit që pranuat në të vijeni në të platformë të vogël. Dhe të komplementoj shumë për faktin sepse edhe para pak kohë ishe tek Space i Lolitës, në të cilin isha dhe unë pjesë dhe e ndoqja nga fillimi në fund. Edhe gjende rastin ta përshëndesim edhe Lolitën si një nga platformat që i jep mbështetje shumë personazheve të reja të çfarëdo lloj fushë. Dhe më bëhet vërtet qefi domethënë që politikanët e rinj, ajo pjesë ne e konsiderojmë si e ardhmja jon, domethënë e kanë atë përuljen për të përzierën çik me popullin edhe me njerëzit e thjesht. Qoftë kjo edhe në space, qoftë kjo edhe në podcast, edhe për këtë të përgëzoj sepse është vërtet një shembull i mirë për ato që vinë më pas. Për mua nuk është sakrificë, është gjë më e natyrshme që mund të bëjë njeriu, kështu që është kënaqësi që jam këtu edhe mirëpres çdo pyetje nga ana juaj. Faleminderit. Atëherë, jo për ta nisur me këmbët e para, por siç e thonë anglezët, do të flasim me elefantin në dhomë. Një nga damkat më të këqija që kemi në shoqëri, si nga politika, si dhe nga njerëzit e thjeshtë, se normalisht njëra është pasqyra e tjetrës. Ne në Shqipëri vëmë shumë epitete njerëzve, i kategorizojmë, i fusim nëpër klasa. Dhe një nga pullat më të vështira që i është vënë aso kohë organizata politike dhe tani Lëvizja Bashkë, dhe Lindit si person, është që ai është komunist. Pse merreni me atë, jo po ai do bëj kështu, do bëja kështu. Pse ndodhin kjo? Ku bazojnë këto akuza ose këto, domethënë kjo hedhje balte kot, domethënë? Po, bazohet ndoshta në faktin që në Shqipëri për disa dekada ka munguar një majtë e vërtet. Pra një grupim politik edhe ideopolitik më gjerësisht, që ka folë për drejtat e punëtorëve, varfrit, çështje sociale-ekonomike. Në këtë kuptim, në një shkretir ideopolitike, sidomos ku idetë e majtës kanë qenë tërësisht marginalizuara, edhe partitë e dikushme, që quheshin socialiste apo socialdemokrate, ka degraduar tërësisht në parti klienteliste të korruptuara, mjafton thohej diçka që në Evropën, le të themi perëndimore apo në vendet e përparuara do t'i përkiste të majtës demokratike, edhe ti do t'i etiketohesh menjëherë si ekstremist, komunist e gjëra të kësaj natyre. Po nga ana tjetër unë mendoj që ky ka qenë një operacion fabrikimi të pavërtetave, që ka ardhur nga kundërshtarët tanë politik, nga oligarkët edhe nga partitë e vjetra. Shikoni, ata nuk mund të na e lejojnë ne, nuk mund të tolerojnë ne autenticitetin edhe të qenit, le të themi, aktivist me idetë e duhura. Kështu që enkas duan të na përgojojnë, duan të na vendosin në ekstreme, pikërisht për të thënë qytetarëve që, shikoni, ne partitë e vjetra jemi hajdut, por ama nuk jemi ekstremist. Idetë e mia, idetë e shokëve të mi në Lëvizjen Bashkë, janë ide që janë të materializuar dhe po materializohen në vendet më të përparuara të botës. Pra nëse vendet e Evropës veriore, për shembull, janë komuniste, atëherë e pas kemi kuptuar komplet historinë gabim edhe teoritë, le të themi, shoqërore, politike tërësisht gabim. Nëse idetë e shtetit sociale, drejtave në punë, pjesëmarrjes qytetarëve në jetën publike, që kanë ide komuniste, atëherë, ku diun, shumica dërmuese e vendeve të perëndimit pas ka lajfitur që kanë shndruar në komuniste dhe askush nuk e pas ka vënë re këtë gjë. Që në këtë sens, unë nuk i marr shumë seriozisht damkat të tilla, ose më saktë i marr vetëm si tregues të dëshpërimit politik edhe të zbrastisë kulturore dhe intelektuale të partive të vjetra, që nuk kanë çfarë i ofrojnë qytetarëve, nuk kanë çfarë u thonë qytetarëve, kanë humbur tërësisht kontaktin me të vërtetën edhe me të drejtën, dhe kësaj kur rivalizohen prej vërteti, duan të përfitojnë ndonjë pikë përmes këtyre insinuatave dhe damkave komplet paqëlluara. Unë po pyetem për më shumë për vetmin fakt, domethënë sepse shikoj, të themi drejtë, një njeri thjesht që është duke shkuar në punë dhe do të kthehet nga puna, do merret me të pastruar, me të gatuar, me të bërë gati gjërat për ditën tjetër, e ka shumë të vështirë ndonjëherë të bëjë atë researchin, kërkimin, që kush është vërtet Arlind Qori, a është vërtet komunist apo jo. Dhe unë prandaj apo më shumë të pyetje sepse
ndonjëherë janë disa gjëra që edhe pse duhen thënë ndonjëherë, se duket sikur atëherë e marrin peshën e vet, po për sa i përket pjesës radikale, ka pasur një farë lloj jo konsistencë nga partitë e mëdha ose le të themi nga kjo shtresa që le të themi s'është politike, është një shtresë post-politike që nuk ka bërtham ose ideologji. Në të njëjtin rast kur kanë akuzuar palë ndryshme si radikal, në të njëjtën kohë kur këto organizata, si organizatorët kanë organizuar tubi me protesta e tjera. Tjerë kanë thënë nuk janë radikal mjaftueshëm, nuk kanë vëdhun, nuk kanë bërë ashtu siç duhet. Është goxha qesharake për sa i përket kësaj pjese, domethënë. Edhe kur ke folur domethënë në pjesë pjesën e Lolitës, por edhe pak më përpara e përmendë që me modeli i shteteve skandinave, le të themi, që janë socialdemokrate, është për kufizimi me i drejtur ato. Dhe ke përmendur edhe faktin që ka një të majt me karakter demokratik dhe Lëvizja Bashk prezanton këtë të majt. Çfarë është majta me karaktere demokratike ose social-demokracia për një person që sapo kthehet nga puna dhe po dëgjon këtë podcast? Ne theksojmë karakterin demokratik të smajtës, me cilin ne identifikohemi, për të dalluar veten nga e shkuara, domethënë, nga këto regjimet staliniste që në Evropën qendrore, lindore dhe në Shqipëri kanë dominuar për disa dekada. Kështu që për ne është shumë e rëndësishme të theksojmë karakterin demokratik të ideve tona. Ai është një kapitull tërësisht i mbyllur, është një kapitull le të themi famkeq që e ka tejkaluar historia e shumë çka tjetër. Kështu që nëse ne shkojmë vim le të themi në ditët tona, e majta demokratike do të thotë të shohësh me përparësi të drejtat e njerëzve të varfër, të punës, të klasës mesme, dyqanxhinëve, të profesionistëve e gjëra të tilla. Të kuptosh se puna fizike dhe intelektuale, puna e parë edhe si sipërmarrje vetjake, është një nga themelet më të rëndësishme të shoqërisë dhe njerëzit e punës duhet gëzojnë drejta, respekt edhe dinjitet. Ti je i majt do të thotë të kujdesesh për më të dobti, do të thotë që të fuqizosh shërbimet sociale, domethënë, nga shëndetësia, arsimi, hapësira publike, parqe, terrenet sportive e shumë çka tjetër. Ti je i majt për mendimin tim, do të thotë të japësh përparësi demokracisë, një demokracie sa më pjesëmarrëse. Pra qytetarët mos e shohin angazhimin si një 5 minutësh një herë në 4 vjet kur shkojnë të votojnë, por ta shohin si angazhim të përditshëm, pak najsa në lejon puna edhe hallet e tjera, në komunitet, në lagje, në vendin e punës, aty ku ka, si thua, aty ku ka, hobi apo prirje të caktuara kulturore, ta shohësh edhe si angazhim në protesta kur është e nevojshme, në greva e në shumë çka tjetër. Pra në këtë sens unë mendoj se e majta është një thirrje, është një domosdoshmëri për ta përmirësuar jetën shoqërore dhe për t'i emancipuar marrëdhëniet shoqërore. Një dimension i rëndësishëm i të majtës mendoj unë janë edhe të drejtat e njeriut, të drejtat e çdo njeriu, edhe lufta ndaj diskriminimit, ndaj poshtrimit, që her pas here njerëzit u bëjnë njëri tjetrit. Kështu në këtë kontekst e majta është edhe një botë kuptim, është edhe një qasje e veçantë në raport me botën, është njëkohësisht edhe një aspirat, domethënë aspirata për të jetuar të gjithë të lirë, të gjithë le të themi me barazi politike e shoqërore, e për të pranuar vetëm ato pabarazi ekonomike që lidhen me meritën, dhe jo me privilegjet, jo me favoret, jo me pabarazi që e mundësive e gjëra kësaj natyre. Kështu që në këtë kontekst për mua është një nga krenarit, po themi, ideopolitike që identifikohem, edhe që në rastin e Shqipërisë besoj është diçka jo shumë e shpeshtë, partitë politike në Shqipëri, nga që nuk pyesin për idet, nga që janë parti le të themi ata nuk kanë fare ideologji, oportuniste. Sigurisht ato kanë politika le të themi shkojnë disfavor të shumicës dërmuese të shoqërisë, por nuk duan të identifikohen nga me ideopolitikë, sepse janë të zbrazta intelektualisht edhe kulturalisht. Për ne, për mua, idetë janë shumë të rëndësishme, e vërteta shumë e rëndësishme, kështu që unë nuk duhet gënjej njeri për të thënë, shiko, unë jam për tejt majtës dhe djathës, unë jam kështu, unë jam ashtu. Unë kam idetë e mia, mendoj që idetë e mia shkojnë përputhje me të drejtat, nevojat dhe interesat e shumicës dërmuese të popullsisë, kështu që i them haptazit e mia, nuk kam frikë nga ato përkundrazi.
Një kuptoj. Jo, dhe unë si individ jam në fakt në le të themi në spektrin tjetër politik, një konservator moderat, domethënë, ose nga i djathtë qendror, po e ndjej më të thjesht përfaqësoj me dikë si ti, domethënë me një që edhe pse është i maj që nuk na përputhen ide, të paktën mund të kesh debat politik ose të paktën mund të shkëmbesh ide, sepse me këtë klasë të mykur që ne kemi tani nuk ka asnjë lloj debati politike, çdo lloj debati në televizion është ky bëri këtë, ai s'ka bërë atë, ky ka bërë aq, ne s'kemi bërë kaq, dhe nuk ka në asnjë moment që ure dale po këto punëtorët disa nga të cilat i përmendet tek Spacey, që normalisht unë do vë linkun poshtë që ta shohin të gjithë të interesuarit, sepse ka qenë një bisedë goxha e gjatë. Edhe unë, nga që nuk dua të përsërisem shumë, dua thjesht të kap disa pika që më duken edhe pak më shumë interesante se sa të tjerat. Një nga problemet më të mëdha që lidhet në konceptin ose le të themi një nga ndryshimet më të mëdha mes të majtës dhe të djathtë, po flasim për ato që ne duam, jo për ato që kemi sot, që na serviren sot në Shqipëri, është pjesa e pronës private. Edhe mënyra se si do ecim përpara me pronën private, për privatizimet, koncesionet, partneriteti publik e privat. Cili është ndrimi i lëvizjes bashkë në këtë aspekt? Sigurisht. E drejta e pronës private është një drejtë kushtetuese që ne respektojmë, domethënë. Secili ka drejtën që pronën e fituar në mënyrë të ligjshme, e theksoj këtë mënyrë të ligjshme sepse në vendet korruptuara si Shqipëria, ata që janë shumë të pasur kanë përshtypjen që kanë një proces të pronësimit bazuar tek akumulimi i paligjshëm, por prona e ligjshme është një drejtë themelore e njeriu që ne respektojmë, mbrojmë, madje e shohim të kërcënuar shpeshherë nga këto korporatat e mëdha ose nga oligarkët ose nga një shtet klientelist. Për sa i përket privatizimeve, ne kemi qasje të diferencuar, domethënë, varet se ku. Patjetër, sipërmarrjet prodhuese, sipërmarrjet e shërbimeve, sipërmarrjet në turizëm me kështu me radhë, unë mendoj që janë private dhe duhet të jenë private sepse janë aty ku funksionojnë ligjet e konkurrencës, krijohet, le të themi, zhvillim, prodhohet zhvillim ekonomik, prodhohet dinamizëm e kështu me radhë. Gjithsesi unë kam përshtypjen që sektorët që janë prej natyre disi monopolistik, ku logjika e konkurrencës nuk avancon dot, ose ato që quhen sektor strategjik, por mbi të gjitha shërbimet publike si shëndetësia apo arsimi, mendoj që janë më mirë në pronësi dhe menaxhim publik dhe jo privat. Them publik dhe jo shtetëror, sepse dua ta dalloj një menaxhim që përfshin punonjësit, një menaxhim që përfshin komunitetin, ata që preken nga shërbimi, dhe jo thjesht burokracinë shtetërore. Se nëse ne e lëm dorë burokracisë shtetërore, burokracia shtetërore tenton, le të themi, ta abuzojë e të korruptuar. Po një menaxhim i ri publik, demokratik, që përfshin punonjësit e atij sektori, por njëkohësisht përfshin dhe përfaqësuesit e komunitetit, sigurisht bashkë me përfaqësuesit e organeve shtetërore, patjetër do të ishte mënyra më e mirë e menaxhimit të këtyre shërbimeve. Kështu që në këtë sens, ne jemi për një ekonomi, le të themi, të përzier, me një ekonomi ku ndërthuren në harmoni prona private, prona publike edhe prona shtetërore. Sigurisht, vend mbas vendi, kontekst mbas konteksti duhet përkufizuar konkretisht cili do jetë ky raport, se ky nuk mund të jetë një raport standard, nuk mund të jetë një raport abstrakt, nuk mund të thuash kaq përqind ekonomi publike, kaq përqind ekonomi private, sepse varet nga niveli i zhvillimit i një vendi, varet nga përparësitë zhvillimore. Pa ajo që ka shumë rëndësi është që të bëhet një debat i hapur dhe të vendoset demokratikisht për modelin e zhvillimit që na duhet. Pra të ketë një ekuilibër midis interesave private dhe interesit publik. E kuptoj. Domethënë në rastin e transportit publik do ishte një sistem, le të themi, i afërt ose i ngjashëm me sistemin gjerman, ku institucioni është, le të themi, i pavarur, funksionon në mënyrë të pavarur dhe thjesht kontrollohet nga shteti, por nuk administrohet nga shteti. Shiko, ne kemi një propozim për transportin publik në Tiranë. Fakt edhe ky propozim është i shtrirë në kohë. Ne i marrim shumë seriozisht idetë dhe programin tonë. Që do e kishim edhe ne të lehtë të qellonim fishekzjarën në ajër si kandidatët e tjerë. Ne themi këtë gjë. Shikoni, ne duam të provojmë menaxhimin publik të përgjegjshëm. Tirana ka 16 linja urbane. Ne do ta nisim në një linjë. Do ta nisim në një linjë administrimin publik.
do të analizojmë eficiencën, cilësinë e shërbimit e kështu me radhë. Do ndrejshim gabimet që mund të gjendim rrugës dhe kësaj do ta shtrim, le të themi, vit mbas viti nëpër linjat e tjera, sepse aspirata jona fatmesme është që linjat e transportit publik të administrohen sipas asaj që thash pak më herët, një administrimi publik modern edhe të përgjegjshëm, ku kanë zë në administrim dhe në vlerësim edhe qytetarët dhe grupimet e shoqërisë, edhe punonjësit, po sigurisht edhe përfaqësuesit e bashkisë. Shikoni, transporti publik është për përkufizim një sektor, le të themi, monopolistik. Domethënë, bashkia edhe sot jep licenca privatëve. Domethënë, është një firmë që ka monopolin e udhëtimit unaz, për shembull. Kështu që në këtë sens, të thuash që privati menaxhon më mirë, nuk ka kuptim, sepse privati menaxhon mirë atëherë kur privati gjendet kushte konkurrence. Nëse nuk gjendet kushte konkurrence, domethënë, ata shitësit e akulloreve, unë mendoj që gjithë jetën duhet të jenë privat, sepse ata konkurrojnë me njëri tjetrin edhe t'japin akulloren më të mirë e më të lirë. Ndërkohë, ti nuk mund të kesh në një rrugë 15 linja autobusësh që konkurrojnë me njëri tjetrin, sepse do bllokoni trafikun. Sigurisht një linjë do kesh, po patë një linjë. Çfarë kuptimi ka ta mbash private, kur nëse e mban private, sidomos në një kontekst kaq korruptuar sa Shqipëria, ajo është thjesht një licencë për një monopol, që privati pastaj thjesht do të fitojë, do ta ketë fitimin të sigurt. Domethënë, ABC-ja e ekonomisë tregut është konkurenca. Përpara se të jetë pronësia, është konkurenca. Pra fakti që disa ose shumë ofrues konkurrojnë për të dhënë një shërbim sa më të mirë edhe sa më të lirë qytetarëve. Kur kjo nuk ndodh, duhet riparë çështja. Ne kuptoj. Kjo është për sa i përket menaxhimit ose le të themi kontrollit publik, po një nga problemet që është prekur të spesë ka qenë edhe mungesa e sindikatave, organizimi i punëtorëve që vjen do e mos deri në një fakt. Pavarësisht se unë nuk përputhem me një tipame që ka Lolita për sa i përket industrializimit dhe që na duhet me se zvën edhe duhet të jemi të njëjtin hap siç është shtetet e tjera të forta, domethënë. Por që kjo është një plagë. Nëna ime punon edhe sot e sa e ditë në fasoneri dhe ka pasur disa protesta. Unë vi nga Berati, përse se ne jemi duke folur për Tiranën, unë dua ta heq vëmendjen sepse jemi edhe po ju jeni edhe në fushat, por që dukemi sikur harrohemi ndonjëherë të tjerët. Dhe ishte komplet e izoluar ato kohë, ku nuk po jepishin ato ndihmat që duhet të jepishin, që ishin caktuar me ligj dhe nuk po privati nuk po e kalonte atë, sepse edhe mungesa e dëshirës, mungesa e iniciativës nga njerëzit ishte kolosale, nuk i bëj dot bashkë, ishte pamundur. Nuk kam folur gjëre gjatë me time më atko, edhe me shumë persona të tjerë. Normalisht ne e themi gjithë kohës dhe unë jam i bindur që nuk është e shëndetshme mjaftueshme situata politike ose e lirisë në Shqipëri që të krijosh një sindikate dhe të dalësh të kërkosh drejta, nuk është as pak. Unë mendoj të tjetrën. Unë mendoj që një farë përgjegjësie e ka dhe individi direkt. Unë mendoj që njerëzit nuk e kanë dëshirën ndonjëherë. Por demokracia ka këtë anën tjetër të thikës që ndonjëherë disa njerëz thjesht zgjedhin të jetojnë ashtu. Thjesht zgjedhin të kënaqen me pak edhe ndonjëherë edhe përtojnë. Edhe i prishin punë masës tjetër. Tani si kapitalizohet kjo gjë, si implementohet kjo gjë me një popull që është mësuar gjithë kohës të uli kokën, edhe mos të thuaj sot që jo, të zë derën, sot ti nuk futesh më në fabrikë, sepse ose do japësh kushtet, ose do na vësh ngrose që po vdesim gjithë dimrin, edhe po me spulja atroze të gjitha problemet që kanë, 250 gra në një stall si gjedh, që më vjen keq e them kështu, pa ashtu është e vërteta që është për të ardhur keq dhe është turpi më i madh që ekziston në Shqipëri për momentin. Ne flasim për të drejta grash, edhe nuk i bëjmë ato në terren që është aja e para fare. Si kësaj masës madhe, ç'a i bëhet? Shikoni, është zgjedhje me çdo njeriu, po zgjedhja gjithmonë operon në kushte të caktuara. Ka kushte që favorizojnë zgjedhje më të guximshme, zgjedhje më pjesëmarrëse, ka kushte shoqërore të cilat i pengojnë ato. Që detyra ime si aktiviste dhe shumë tjerë me lëvizjen bashkë, ne të luftojmë që të përmirësohen kushtet ku njerëzit të bëjnë zgjedhjen e duhur. Patjetër, edhe në vendet më zhvilluar, edhe në vendet me më shumë pjesëmarrje, nuk është se gjithë populli del në rrugë, nuk është se gjithë punëtorët hyjnë në sindikata, por sigurisht ka një masë kritike, ka pra një masë të mjaftueshme që pasi bëhet i tërheq edhe të tjerët her pas here në veprimtari kolektive. Kështu që sfida jonë është që të krijojmë këtë masë kritike.
Mos harroni që ne operojmë në kushte shumë të vështira politike dhe shoqërore, domethënë. Keni parasysh që në Shqipëri pronarët e fasonerive për shembull flakin për punë menjëherë. Ti pavarësisht se ligji të jep një farë mbrojtje për organizim sindikal, askush nuk do t'ia di. Pronari të pushon nga puna direkt, madje të pushon grup 30 vet po të jetë nevojshme, dhe shteti nga ana tjetër, ju të ishte arbitër mes dy palëve, është arbitër i korruptuar, domethënë, është si arbitrat që japin 5 penallti kot për njërin nga skuadrat. Kështu në këtë kontekst është e vështirë të organizohet sindikalisht. Gjithsesi, në Shqipërinë e viteve të fundit ka pasur disa lëvizje interesante. Unë do ta nis me minatorët e Bulqizës, me sindikatën e tyre, me grevat e tyre, me rreplasjet e tyre, dhe ishin përballë njeriut më të fuqishëm ekonomikisht në Shqipëri, Samir Manes, e kishin shtetin kundër. Do flas për naftëtarët e Ballësit, të cilët për disa vjet kanë bërë greva e protesta, sigurisht nuk arritën të fuqizoheshin mjaftueshëm sa të shpëtonin uzinën. Uzina tashmë është rrafshuar, sepse ishte një betejë vërtet e madhe dhe vërtet shumë pabarabartë. Dua të përmend muajt e fundit apo 1-2 vitet e fundit, punëtorët e fasonerisë në Bilisht, kanë dalë disa herë tek lajmet, ja kanë arritur që të bëjnë greva. Pronari i asaj fasonerie, pas grevës së parë pushoi nga puna kryetarin e sindikatës. Të gjitha gratë u bashkuan, s'dolën më në punë, bllokuan derën dhe u detyrua pronari ta rimarrë në punë kryetarin e sindikatës. Dhe nga informacionet e fundit që kam, para pak ditësh ka nisur procesi negociatave për kontratën kolektive në atë fasoneri. Në të gjitha këto raste, ne si aktivistë Lëvizjes Bashke kemi qenë me punëtorët për t'i ndihmuar, për t'i, treguar ca gjëra më shumë për aspektet ligjore dhe procedurale të drejtave të punës. Sigurisht është një rrugtim mjaft i gjatë, mjaft i vështirë, por unë besoj që pasi jepen shembujt e mirë, ndikojnë të tjerët dhe mund të Shqipëri të lindë një lëvizje serioze në vendin e punës apo e punëtorëve. Gjithsesi, Shqipëria ka dhe vështirësi strukturore të tipit, ka një ekonomi, le të themi, ku shumica e njerëzve punojnë në sipërmarrje shumë të vogla ose janë të vetë punësuar. Do nëse gjysma e shoqërisë shet në dyqanin, ka hapur dritaren tek apartamenti vet dhe shet pak gjëra, në këtë sens, ky vend pune është shumë i vogël edhe vështirësia shumë e madhe për të organizuar bashkë me të tjerët. Prandaj, ndoshta organizimi në vendit punës duhet shoqërohet me një organizim politik, apo një organizim në parti, në lëvizje politike, të cilat i lidhin njerëzit edhe përtej të pasurit të njëjtën punë apo të njëjtin në profesion. Erlind, edhe një pikë tjetër te kjo. Ideja është që përveç kontratave, që ne njohim jam to budalliqet që bëhen gjatë gjithë kohës që ngrihet norma, kupton? Edhe normalisht kur ngrihet norma, ngrihet dhe rroga thon, po që në të vërtetë nëse ngrihet norma nuk ngrihet rroga, sepse ti ke atë outputin, ke produktin, performanca jote detyrohet të ngjitet në mënyrë që të ngrihet ajo. Janë pjesët që paguhet ai sa paguhet, pastaj kthehet një pjesë mbrapsh vetëm që të dalë në letra. Por më problematike nga këto, sepse këto janë edhe drejt për drejt e dënueshme, po diçka për të cilën pak flitet, për shembull, ose të paktën në dinin time pak flitet dhe pak mekanizma ka, ose mekanizma që funksionojnë, le të themi, është kushtet në punë. Po them, më kur e kupton kur kthehet nga puna, i ka ngrirë deri në mes, domethënë, sepse ti e ke parasysh se si janë këto sallat e fasonerive, është e hapur, është dera në dhjetor, e hapur që një derë fryn, tjetra e nxjerr, bën ai korrentin. Edhe janë 200 gra që sëmuren me radhë 30 nga 30, sepse i ndryshojnë që rinë çdo 30 tek ai vendi ku ka pera. Edhe çdo 3 javë janë 30 gra të ndryshme që janë sëmurë, domethënë, derisa të mbarojë dimri. Tani, sa katil mund të jetë një punonjës shtetëror që të vejt atje që mos të bëj atë kualidimin e godinës, që të paguhet, edhe kur i shef vërdrejt, domethënë që ato janë 30 gra që po vuajnë. Literalisht, që është shumë e qartë. Shiko, kjo është bashkëfaqësi midis pronarit aty të fabrikës edhe inspektorit. Pronari nuk do të investojë në përmirësimin e kushteve në punë, sepse do të fitojë maksimalisht nga puna e punëtorëve. Ka fasoneri që është ftohtë, ka fasoneri ku ajri të mbyt më kaq pas here, raste ku nga ajri i rënduar, nga mastiçi e kështu me radhë, grave u bie fikët. Kushtet e punës, e them me shumë drejt, janë të rënda, janë shumë të rënda. Paga është e keqe,
shpesh herë punëtorët janë detyruar të punojnë në fundjavë, nuk kanë as fundjavën pushim, ose paktën vetëm një ditë fundjavës kanë pushim. Nuk paguhen siç e kërkon ligji, kur ti punon fundjavë do të paguhesh një përqindje më të lartë për orën e punës. Inspektimet janë qesharake, domethënë Inspektorati i Punës është një institucion vërtet qesharak. Inspektorati i Punës është aty që të garantojë sigurinë punë, të garantojë respektimin e drejtave që punëtorëve u jep kodi i punës. Pra, nuk po flasim për të drejta të jashtëzakonshme, po flasim për drejta bazike që një kod pune modest që ka Shqipëria, se vendet e tjera kanë goxha më të përparuar, as ai nuk respektohet. Shkon inspektori në derën e fabrikës, edhe inspektori, nëse inspektori gjen një parregullsi, nuk ka për qëllim të marrë një mas, po e shesi një mundësi për të fituar një lek për të korruptuar. Pra, kur ai gjen një shkelje, nuk bën një raport edhe gjoba, ku diun çfarë, që të përmirësoj kësaj. Ai thotë të kapa tani, më paguaj mua që të shpëtosi ton pronari. Në këtë sens, ato që punojnë, ato që prodhojnë të mirat, vlerën e kështu me radhë, janë në kushte vërtet të mira, vërtet të këqija. Në rastin, le të futemi pak te pjesa e fushatës edhe të përqendrohemi pak te Tirana, se Mahamanja dhe Tirana duhet të ketë fabrika mjaftueshme ku punojnë gra, madje edhe burra. Le të projektojmë një bashki që udhëhiqet, le të themi, nga Lëvizja e Bashkë dhe personalisht nga Arlin, një kryetar bashkie. Si implementohen këto ndryshime? Ose diku ne duhet ta fillojmë, nëse ky person është i korruptuar dhe thotë fërkon barku në vend që të bëj atë proces verbalin dhe të nisi procedura, domethënë për, le të themi, penalizimin e këtij lloji sipërmarrësi që është me mangësitë të theksuara në teknika, kushte etj dhe pakesa. Si kontrollohet një individ i tillë? Tani, fatkeqësisht, ne duhet të kishim edhe pushtetin qendror që të ndikonim ashtu siç duhet politikat e punës, sepse politikat e punës janë kryesisht kompetenca të qeverisë apo të inspektorateve në varësi të qeverisë dhe jo të bashkisë. Gjithsesi, edhe bashkia ka mundësinë të bëjë disa gjëra që do përmirësonin jetën e punëtorëve, jashtë vendit punës. Pra, inspektori bashkiak nuk hyn dot të kontrollojë të drejtat e punës në një fabrikë, nuk është kompetencë e tij sipas ligjit. Por ama disa gjëra ne mund t'i bëjmë për punëtorët. Një gjë që është bazike fare. Në Tiranë autobusi i fundit publik mbyllet në orën 22. Ndërkohë që punëtorët e lënë turin e dytë në orën 12 darkës ose e marrin turin e tretë në orën 12 të darkës. Si shkojnë këta punëtorë në punë? Dhe bëhet fjalë në disa raste që janë dhe punonjës e gra, domethënë që kanë edhe këto vështirësitë apo rreziqet e ecjes rrugës, që ajo që ne kemi premtuar në programin tonë që linjat e autobusëve në Tiranë do të jenë 24 orësh. Sigurisht, në turnin e tretë nuk do ketë autobus aq shpejt sa ka gjatë ditës, por do ketë disa autobus që do përshkojnë, le të themi, trajektore më të ndërlikuara e t'u japin mundësi punëtorëve kësaj që të udhtojnë nga puna për në shtëpi apo nga shtëpia për në punë pavarësisht orarit. Nga ana tjetër, ne kemi politikat strehimit që do të avantazhonin njerëzit e thjeshtë, rreth e mesme, të varfrit edhe punëtorët. Ne përmes politikave fiskale të taksimit të apartamenteve bosh apo të politikave të ndërtimit të apartamenteve apo banesave sociale për shtresë dhe gjëra të popullsisë, besoj që do të kemi mundësinë të ulin çmimet mesatare të apartamenteve dhe të ndikonim edhe në uljen e çmimit të qerave, çka do të ishte diçka në favor edhe për punëtorët, edhe për shtresat e tjera të nënrenditura. Nga ana tjetër, ne kemi në dorë që në ndërmarrjet që administrohen nga bashkia, punëtorët të kenë përfaqësuesit e tyre në bordin e administrimit. Domethënë, kur unë mendoj një kompani publike, për shembull transportin, e mendoj si një bashk administrim midis përfaqësuesve të bashkisë, që i ka zgjedh populli, përfaqësuesve të punëtorëve, që janë ata që bëjnë punët, dhe përfaqësuesve të komunitetit ose ku diun, shoqatave të konsumatorëve, të njerëzve që përdorin më shumë transportin. Dhe këto tre faktorë, le të themi, do të bashk menaxhonin transportin publik. Dhe nga mirëkuptimi apo nga, si thua, administrimi eficient i kësaj strukture do të varej jo vetëm një shërbim publik cilësor, po edhe një shërbim publik që respekton të drejtat e punëtorëve. Po ta vini re ose unë udhtoj shumë me autobus, shkojnë punë, vin nga puna, edhe fushatën me autobuse bëjmë.
Të drejtat e punonjësve të autobusëve janë vërtet për tokë, domethënë kuptimin vjen ai kontrollori aty, ku diun, shan shoferin, shan atë fatorinon, i poshtron, paguen si mos më keq. Imagjinoni ti je 8 orë duke i dhënë makinës, domethënë është edhe e pashëndetshme, ku të rrish ulur 8 orë siç rrin shoferët, apo të rrish 8 orë në këmbë siç rrin fatorinot, është vërtet çnjerëzore. Pastaj autobusët janë mbipopulluar, do të thënë, imagjinoni një udhëtar kalon 10 minuta, 15 minuta në autobus për të shkuar diku. Imagjinoni një fatorino që duhet të rri 8 orë në atë kallaballëk ose në atë mbipopullim të autobusit. A ka ndonjë plan, më fal që ndërpres për ta? A ka ndonjë plan që të hiqet kjo gjë e fatorinos para fare një herë për gjithmonë? Shikoni, që të ndodhë diçka e tillë, do duhet të riorganizohet sistemi i transportit, do duhet futeshin biletat elektronike, edhe do duhet si thua, të krijojë edhe një strukturë mbikëqyrje, siç ndodh në vendet ndodh në vendet e tjera të përparuara. Gjithsesi, unë nuk mendoj që, unë patjetër mendoj që këto janë risi që do duheshin bërë, por ama janë risi që duhen bërë duke marrë në konsiderat edhe nevojën e fatorimeve për punë. Domethënë, nëse ne duhet heqim fatorinot nga, si thuaç, nga mundësia për të punuar si fatorino, këtë gjë do duhet ta bëjmë vetëm në kushtet ku kemi mundësuar fatorinove një punë tjetër të ngjashme me atë që kanë, ose në të njëjtin sektor që kanë, ose në një sektor të ngjashëm. Sepse unë nuk jam për këto zgjidhje të, ku diun, nxjerr nga puna 1000 vet, ë? Edhe Jo, më fal, nuk e kam aty pjesën. Nuk po e trajtojmë sikur kemi një korporat. Thjesht ideja është ineficiente. Në çdo vend, unë jetoj në Berlin për shembull, Berlini është goxha i majt, mamën aty jenë aty. Tani, në një autobus kur hyhet përpara dhe dilet mbrapa, nuk ka nevojë për fatorino, sepse çdo njeri do e blej tek ai zotëria. Plus që ti autobusat që kanë ardhur tash në Tiranë, për shembull, ato që janë lyer, kanë qenë dikur të autobusat e verdh të BVG-s të Berlinit. Dhe ai sistem këtu funksionon. Nuk ka nevojë as për moment, pavarësisht se BVG-ja i ka futur ka 3 vite që i ka futur biletat elektronike, çdo njeri e blen në mënyrë paraprake dhe këto fatorinat mund të kenë vende sepse e para fare do fillojnë të mirëmbahen autobusat njerë, jo ashtu siç janë në Tiranë. Do pastrohen etj. Do hapen këto kioskat e ndryshme të vogla si tabakina ku do shiten biletat. Domethënë mund të shpërndahet kjo. Po një faturino që unë kërkoj ndjesë nëse dikush ofendohet në kjo pjesë, po nuk është punë e denjë dhe kjo është me jemi po jetojmë akoma vitet 50-60. Kjo, domethënë, nuk ka asnjë lloj arsye pse do të jetë një faturino akoma në punë me atë lloj. Ai faturino mund të ishte thjesht kontrollor. Ai faturino mund të ishte kontrollori që do kontrollonte biletën e personit dhe ai nëse ai person nuk ka biletën si në Belim, zotëri i dashur, ju lutem zbrisni nga autobusi, do që bitesh 50.000 lekë të vjetra apo 60.000 lekë të vjetra për shkak se ti nuk e ke bler biletën paraprake dhe të gjitha të tjerët çfarë fajt kanë ty? Që do s'mund bësh xhiro. E kuptoj, po ki parasysh diçka që degradimi i shërbimit publik, aq keq janë autobusët dhe organizimi i përgjithësisë i transportit në Tiranë, saqë në një farë kuptimi fatorinia sot është akoma i domosdoshëm. Kjo ka të bëjë edhe me kulturën e udhëtimit. Domethënë, që të ndodhë ajo që thoni ju, do duhet që të gjithë udhëtarët hynin nga një derë dhe zbrisin nga një derë. Në qoftë se udhëtari i zakonshëm, kufuzat e veten shpeshherë, domethënë, hyn te dera e parë që gjen dhe del te dera e parë që gjen. Pastaj është e vështirë edhe kontrolli e shumë çka tjetër. Kështu që gjitha këto do duhet vinin si rezultati i reformave që janë sa strukturore, aq edhe të një lloj emancipimi shoqëror. Mirpo, patjetër që synimi është që ne të kemi një transport publik modern, me gjitha komponentët e një transporti publik modern dhe sigurisht duke mbrojtur edhe drejtën për punë të gjithkujt që punon në atë sektor. Po sepse juve, domethënë, ti e ke përmendur edhe te Lolita, domethënë pjesën që do bëhet një planifikim urban, edhe biletat do komplikohen ose le të themi linjat do bëhen më komplekse, se do bëhen më mend, do inxhinierohen, le të themi, dhe nuk do thjesht do vihen via klienteliste. Po në këtë moment kur linjat bëjnë sens, shkojnë nga këtu deri aty, lidhen me njëra tjetrën, me hamendja që ke folur edhe për pjesën që bileta do jetë një, edhe mund të shkosh deri aty ku ke vajtur, pikërisht. Në këtë lloj momenti, sa do të futen pa paguar, është frika ruan vreshtin, nëse ti e di që kjo bileta do të bën punë vërtet atë që duhet të bëjnë biletat tani, se biletat nuk e bëjnë atë punë që duhet bënin tani. Biletat tani janë, domethënë, sado autobusat ndroshti, po ti ikesh nga stiri me një vend tjetër të harxhosh 1200 lekë vjetra, 120 lekë.
është absurde. Por në qoftë se kjo bilete bën punën, atëherë edhe shteti ose në këtë rast kjo institucioni publik, domethënë, e ka të drejtën të forcojë qytetarin të paguajë gjobat, sepse zotëri dashur ta kam dhënë sistemin. Edhe unë dua që bashkë me të drejtat dhe të mirat që t'i vinë qytetarit, ti thuhet që kjo është detyra jote, zotëri dashur. Sepse nuk e vetëm të drejta si të qytetar, ke edhe detyra. Dhe detyra jote është që me që ti e morë të transportin publik, që ke 30 vite që se gjetë dot, të ke detyrën ta paguash tash, se këto nga qielli nuk bien. Se kjo e kisha më shumë. Patjetër, sigurisht, të drejtat avancojnë bashkë me detyrat, sepse e drejta jote është dhe përgjegjësia për të respektuar drejtat e tjerëve. Kështu në këtë kuptim çdo e drejtë është njëkohësisht detyrë ndaj një tjetri që ka të drejta ashtu si ti, ose paguan taksa ashtu si ti për të garantuar një sistem transporti që është i përballueshëm ekonomikisht ose cilësor në kuptimin e shërbimit. Mendon se ka konsensus dëshirë popullore për shembull, ose le të themi konsensus politik brenda Këshillit që të merren ato masat që ke përmendur përpara rreth biletave falas për persona në nevojë, invalid, student, pleq, të mitur, domethënë nuk e di nëse i përmendet gjitha. Nuk e di, do varet shumë nga rezultati i zgjedhjeve, do varet edhe nga sa ne përfaqësuesit tanë Këshillit Bashkiak do të ndikojnë opinionin publik. Sepse ndoshta nëse ne arrim ta zgjojmë opinionin publik dhe opinioni publik të ushtrojë presionin e duhur, partitë e tjera mund mos e kenë fare në program, mund mos duan fare ta bëjnë, por do ndihen me shpatulla pas muri e kësaj do të lëshojnë. Gjithsesi për mua është shumë e rëndësishme që në këto zgjedhje po flitet shumë për transportin publik. Nuk është folur pothuajse kurrë, ose është folur në mënyrë shumë fragmentare në Shqipërinë ose në Tiranë këtyre dekadave të fundit për transportin publik. Më flitet për menaxhimin e transportit publik, për cilësinë e transportit publik, për biletat, llojin e tarifimit, taksat e mundshme e gjëra të tilla. Domethënë më vërtet më bëhet qefi edhe shoh si një nga kontributet kryesore të Lëvizjes Bashk në këtë fushat që kemi arritur ta vendosim çështjen e transportit në vëmendjen e duhur dhe mbi të gjitha ta lidhim edhe me probleme të tjera që kanë bënë me trafikun, kanë bënë me shëndetin publik, me ndotjen e ajrit. Pra, çështja e transportit është e lidhur me mjaft çështje të tjera. Ka të bëjë edhe me produktivitetin e punës. Domethënë nëse një punëtor i duhet 1 orë e gjysmë për të shkuar nga shtëpia në punë, e 1 orë e gjysmë për të kthyer nga puna në shtëpi. Patjetër që ai punëtor nuk do prodhoj aq sa duhet, domethënë nuk do ketë rendimentin e duhur, nuk do të jetë njëri që lodhet, tjetërsohet, smuret, e kësaj e pson ai vet, po e pson edhe ekonomia e qytetit. Që në këtë kuptim, transporti është si nga ato arteriet, le të themi, më të rëndësishme të jetës ekonomike dhe shoqërore të qytetit. Është më e rëndësishme, domethënë. Unë vi nga një profil inxhinierik dhe jam pa transport nuk ka asnjë gjë. Të gjitha këto shtetet europiane janë aty ku janë sot për shembull sepse e kanë zhvilluar transportin. Shembulli klasik është Italia. Italia e Jugut është prapë mbetur për të vetmi fakt se Italia e Jugut deri diku si Shqipëria për sa i përket transportit publik. Edhe me që jemi te transporti publik, përpara se të kalojmë tek ndotjet dhe disa çështje sociale që për mua janë shumë të rëndësishme. Unë e di që është e vështirë dhe e di që janë gjëra që nuk i përkasin vetëm bashkisë, por edhe shtetit në përgjithësi, por nuk duket vërtet kaq jo reale për shembull, edhe jo vetëm ty personalisht ose Lëvizjes Bashk, por të gjithë shtetet politike një metro ose një hekurudhe në ndeshme brenda për Tiranën. Nuk po flasim për interurbane, po flasim vetëm për brenda të Tiranës. Unë si Bleon, bashkë me studentët e tjerë që kam parë këtu, që kam sugjeruar dhe tema diplome që gjermanë më kanë shkruar rreth kësaj pjese, kam arritur në konkluzionin, domethënë që vetmja mënyrë reale që transporti i Tiranës me gjendjen ku jemi sot, po flasim ato karta që kemi në dorë, që transporti ose le të themi arteriet dhe rrugët e Tiranës të lirohen edhe të jenë të këndshme për të udhëtuar, jo ashtu si sot, është një metro publike që duhet të ketë minimumi unazën për shembull, nuk ka asnjë arsye si nga ana e inxhinierisë transportit, si nga ana e inxhinierisë së ndërtimit që mos të ketë që unaza të jetë me autobus. Unaza duhet të jetë në City of Glasgow. Në Glasgow për shembull është një qytet i vogël që mund të krahasohet deri diku me Tiranën, pavarësisht se këto janë dhe projekcione, kështu që Tirana Glasgow, thjesht nga pikpamja e qytetit
Edhe ata një metro ka një tek metro, kanë unazën, një drejtim njëri, një drejtim tjetri. Kjo në numra është shumë e thjeshtë. Problemi është që ne kemi një lloj mangësie nga këta lloj politikanësh klientelistë që nuk bëjnë aplikime. Për shembull Serbia që po bën për Beogradin për momentin ka diku te 7 vite që aplikon për atë mbështetjen ekonomike që ata të ndërtojnë atë e kurullën. Unë nuk e di nëse ndonjë kryetar Bashkia e Tiranës ka aplikuar ndonjëherë diku për diçka reale, se nuk po flasim as për këtë ignorantin që nxjerr gishtat në përpostra që do ta bëj autobusi falas, as për atë tjetrin para sa vitesh që do fuste tramin, që domethënë është gjëja më kontraproduktive e mundshme. Tani, sa reale mendon ti se është kjo? Si ide, le të themi në 10 vitet e ardhshme. Shko, unë nuk t'jap dot një përgjigje saktë. Edhe sepse përpara se ne të marrim zotime, i studiojmë shumë mirë gjërat. Unë deri më sot nuk kam lexuar një studim fizibiliteti, pra për metron. Kur është përmendur, ka qenë tepër si shaka. Kam përshtypjen, por nuk jam inxhinier me profesion, kështu që nuk di ta them. Ka përshtypjen që në një qytet kaq të shpërfituar nga probleme urbanistike si Tirana, ndërtimi i metros do të ishte jashtëzakonisht i shtrenjtë. Nuk di ta them tani shifra, no? Sa do ishte. Mirë, po ki parasysh diçka që të ndërtosh një sistem të tillë që është kompleks, që është nëntoksor në Tiranë, do duhet le të themi të ku diun. Ki parasysh Tirana nuk ka ujë, Tirana nuk ka kanalizimet e duhura për shumë gjëra. Kështu që në këtë sens, mbase do ishte një kosto aq e lartë, saqë praktikisht do të falimentonte qytetin apo më shumë. Unë shpresoj shumë që studiuesit, inxhinierët na japin një përgjigje përfundimtare se sa do të kushtonte një sistem i tillë edhe cilat do të ishin kapacitetet tona. Frika ime është që për momentin nuk mundemi, por mbas unë kam gabim, mbas nuk kam lexuar, si thua, ende gjërat e duhura. Mirë, po fakti që edhe ata që janë zakonisht sharlatan politik, që çan nuk premtojnë, nuk kanë shkuar deri te metroja, kanë përshtypjen që duhet të ketë vështirësi të mëdha. Ku diun, unë para ca ditësh dëgjova një premtim Belind Kliç që thoshte do të çajm sheshin Skënderbej, do fusim rrugën. Pastaj fola me ca inxhinierë që më thoshin që shko se aty ka ca kanalizime apo struktura nëntoksore që nuk prishen dot, në kuptimin që ki parasysh që këtu edhe propozimet shpeshherë janë aq sharlatane, janë gjëra tipit ti dëgjon nga njëri në kafe diçka dhe del televizor dhe hedh një ide si fishek zjarr. Ajo që na duhen është studime të sakta, fizibiliteti, çfarë vështirësish teknike ka dhe po ashtu sa kushtojnë. Sepse nëse diçka që qytetet e tjera e përballojnë për shkak se kanë një strukturë urbane më të favorshme, për shkak se kanë një ekonomi më vitale, kanë një buxhet mjaft të madh bashkiak apo shtetëror, mbase në Tiranë nuk është e mundur. Gjithsesi, unë them, ne ta nisim nga gjërat që janë të mundshme, nga kursitë dedikuara të autobusëve. Nëse arrim atë, do bëjmë një hap të rëndësishëm përpara. Dhe rrugës do studiojmë çdo alternativë, patjetër. Fakti që unë pyes Arlindesh nuk është sepse unë janë shkaloj këto që pika që përmendit. Kjo është realiteti, kjo që ti thua, dhe normalisht ai është hapi logjik i duhurit dhe jam i sigurt që është i hapi që do bëhet, domethënë. Thjesht ideja e diskutimit është sepse se sa hekurulla një shtet ka, le të jemi të drejtë, është treguesi numër 1 se sa i zhvilluar një shtet është. Sa më i zhvilluar të jetë një shtet, aq më shumë hekurulla ka. Disa thonë që sa më shumë hekurulla të ketë një shtet, aq më shumë i zhvilluar është. Kështu që to janë të dyja lidhura me njëra tjetrën. Sa për ide se sa mund të kushtoj diçka e tillë, për shembull, përpara disa muajsh, në mars, në fillim të marsit për shembull, Serbisi është miratuar 610 milionë euro grant nga Bashkimi Evropian për të ndërtuar një metro në Beograd. Do ta ekstrapolojmë, do themi që grant. Është grant, është thjesht mund ta bëjnë çdo të tjetër. Kjo ka qenë një buje e madhe në Twitter për shembull, sepse ishte ato kohë që kishte përplasjen me Kosovën, domethënë, dhe ata morën diçka të tjetër. Edhe një miku i podcastit, domethënë, më ka thënë që kjo nuk ka lidhje me konfliktin Serbi-Kosovë që po mundohen ta blejnë. Serbia ka 7 vite që aplikon për këtë grant. Ata i kanë institucionet e tilla që ata aplikojnë, japin modele biznesi, japin modele ndërtimi. Shiko, unë kam bërë këtë projekt, unë do ta bëj këtë, do mos sjelli këtë të mirë për shembull. Ne si bëjmë këto? Se normalisht nuk të jep dikush një grant nëse ti nuk ke një projekt.
Ai ka këto lëvizja bashkë, domethënë aftësi që të marrë njerëz të tillë të ngrejë të tilla projekte. Le ta heqim metron, sepse metroja është diçka e madhe. Si për sistemin e kanalizimit, ujë, pishëm, sistemi nën-toksor për elektricitetin që kupton është onën e moj, ku Treqameti ne me hua me shtylla. Ne kemi në strukturat tona drejtuese, kemi edhe në antarësinë tonë njerëz vërtet mirë arsimuar, inxhinier, urbanist, ekonomist e shumë çka tjetër, që të flasim me kompetencë për shumë çka, edhe patjetër edhe të hartojmë, po themi, projekte zhvillimore. Mos harroni diçka tjetër, që një parti politike pasi vjen në krye të institucioneve, nuk është se ka vetëm kapacitetet e veta, pastaj do përdor dhe kapacitetet e gjithë shtetit. Pra, ne nuk do të harrojmë që bashkia, qeveria, kështu me radhë, paguhen njerëz aty, paguhen si në punës civile, që duhet jenë jo partijaka, duhet bëjnë detyrën e tyre, kështu që patjetër një parti pasi vjen në pushtet, vjen me kapacitetet e veta dhe i shumëfishon këto kapacitete, duke vënë në punë një administrat që supozohet se duhet jetë e përgatitur, ose nëse nuk është e përgatitur, do duhet që përmes procedurave në krye të institucioneve në çdo vend pune të jenë njerëzit më të përgatitur. Unë nuk besoj që Shqipëria vuan nga mungesa e njerëzve të përgatitur. Sigurisht nuk kemi vend shembullor në botë, nuk është se Jo, aty ke të drejtë, unë jam me ty në atë pjesë. Ne kemi pararoja e shkencës botërore, por prapse për disa zgjidhje të thjeshta, domethënë që të tjerët i kanë bërë, që nuk do të shpikim rrotën, por themi të mësojmë nga të tjerët, besojmë që i kemi kapacitetet. Në Shqipëri ajo që ka munguar për shumë vite, për dekada, është serioziteti në qeverisi, edhe ndershmëria për e njerëzve që janë krye të institucioneve për të thënë që unë jam këtë punë për të bërë punën sa më mirë. Dhe njëri që ka këtë motiv, patjetër që rrugës do të përpiqet të gjejë zgjidhjen më të mirë, do të konsultohet me ekspertët apo me profesionistët më të mirë dhe do të bëj të mirën më të madhe, atë që është e mundur. Në këtë kuptim, unë mendoj që Tirana sot edhe Shqipëria nesër mund të qeveriset mjaft më mirë nga ç'është qeverisur edhe në kuptimin e kompetencës edhe të profesionalizmit. Arlin, një problem si një qytetar i thjesht përsëri. Imvlla jeton në Tiranë. Imvlla ka një djalë që për pak bën 2 vjeç, nuk e ka në një çerdhe shtetërore sepse nuk ka shanse të gjesh vende të lira, kushtet janë skëter, nuk diskutohet. Imvlla nuk di se ku do ta çojë në kopsht akoma. Edhe fëmia po vetë moshën, imvlla thot me këtë situatë që është tash në mënyrë absolute nuk e çojnë fëmin në shkollë shtetërore. Ashtu si janë gjërat tashmë. Dhe nuk kështu siç vazhdojnë, nuk e çoj këtu, nuk e çoj aty, janë shumica e prindërve të rinj. Qeraçeti i përmendë pak më përpara, ky flirti që këta politikanët bëjnë me legalizimin e lekut të pist, mungesa e ujit të pishëm, që do vesh të ngresh edhe ujin që t'japësh fëmijës, se të filloj fëmia të mësoj që mësonim ne që pinim ujë nga zora, kishim të bogovës, domethënë nuk kam. Edhe atje ku kam qenë unë, sot kësaj dite nuk është ashtu siç kam qenë unë. Domethënë ne kemi ecur mbrapa. Ka degraduar cilësia e ujit, patjetër. A mos janë shumë to për të rregulluar? E vështirë është. Domethënë, një njeri që kërkon besimin e qytetarëve dhe thotë për një muaj do rregulloj të gjitha, thjesht duke gënjur. Ne duhet të kuptojmë vështirësitë që kemi përballë. Duhet të kuptojmë që Tirana, Shqipëria është keq qeverisur për shumë vite. Edhe është shkatruar infrastruktura, kanalizimet, një pjesë e gjërave janë parekuperueshme. Duhet edhe këtë ta themi. Domethënë, ne sigurisht kemi programin ton, hetimin e kullave, lehtë, palishme kështu me radhë. Po kam përshtypjen që pavarësisht vullnetit ton të mirë, një pjesë e atyre do vazhdojnë të qëndrojnë, sepse kostoja e shembjes apo rikuperimit të hapësirës publike, nëse nuk rezulton nga hetimi që ka shkelur ligji, është jashtëzakonisht e madhe. Nga ana tjetër, dihet që është bërë një studim fizibiliteti që ujësjellsi i ri në Tiranë kushton rreth 140 milionë euro. Që prapë është një shifër, është mbi gjysma e buxhetit të bashkisë Tiranës. Ndër Tiranës i duhen rreth 32 shkolla të reja, që të mos bëhet mësime turne, domethënë që të arrihet niveli që të mos bëhet mësime turne, duhen të paktën 32 shkolla të reja. Askush nuk ka bërë deri më sot një studim, as ne nuk e dim dora në zemër se sa kopshte dhe çerdhe të reja duhen në mënyrë që prindrit mos detyrohen
të shkojnë te çerdhe. Kjo është edhe, shikoj, në perceptimin publik është shumë e thjeshtë për tu vlerësuar, sepse për çdo çerdhe shtetërore në katet e para të dytave të pallateve në Tiranë, në çdo zonë të populluar, ke nga 4-5 çerdhe për blloqe pallatesh, që janë private dhe marrin 16 deri në 20-25 çerdhe dhe kopshtet publike janë të mbi populluara, domethënë fëmijët e mi deri para 2 vjetësh kanë qenë kopsht publik sigurisht. Edhe ne dimë që kopshtet kanë qenë të mbi populluara. Në këtë sens, vërtet do duheshin shumë para publike, do duhej njëkohësisht edhe truall. Ma keni parasysh që në Tiranën e sotme, kur zaptuar çdo truall publike, kur ndërtohen vetëm ndërtesa komerciale, graçele kështu me radhë, është vështirë dhe çështja e trojeve. Që në këtë sens vështirësitë janë shumë të mëdha. Po se un kam shpresë. Difer kam shpresë sepse i referohem për shembull një llogarie të KLSH-s, që është kontrolli i lartë i shtetit në Shqipëri. Ata bënë një llogari para një viti dhe thoshin që shteti shqiptar 1 në 5 lekë shpërdoron. 1 në 5 lekë vidhës shpërdoret. Edhe unë po e llogarisja me Bashkinë e Tiranës. Bashkia e Tiranës ka një buxhet 240-250 milionë euro në vit. Imagjinoni, sigur 1 me 5 shpërdorojnë dhe ata. I bie që 1 me 5 lekë për publikun është 20%, 20% është katastrofë. Po. Imagjinoni, 50 milionë euro shpërdorohen, vidhen, abuzohet çdo vit. Më kupton? Me 50 milionë euro ti mund ndërtosh mesatarisht 25 shkolla në vit. Kostoja shkollave. Tani sigurisht nuk duhen vetëm shkolla, ti duhet edhe korsia dedikuara autobusëve, duhen edhe çerdhe, duhet edhe ujësjellsi, kështu nuk mjafton vetëm të luftosh korrupsionin apo shpërdorimet, po duhet edhe një ekonomi më vitale që prodhon më shumë vlerë e gjëra të tilla, të duhet një sistem taksimi që është progresiv, që nuk u bie qaf bizneseve të vogla apo qytetarëve të thjesht, por i detyron firmat e mëdha oligarkë të paguajnë aq sa do duhet paguanin. Një nga të mirat për shembull e politikave zhvillimore që shoqërohen me masat shërbimit të shtetit social, është se kur ke një ekonomi zhvilluar, ke edhe më pak njerëz të varfër që kanë nevojë për shtetin. Pra, shteti social nuk duhet parë thjesht një shtet asistencialist, që do jenë të gjithë varfër dhe të gjithë do i mbajë shteti. Ne duhet një model ekonomik që zhvillohet dhe sigurisht njerëzit që kanë nevojë për shtetin, pastaj janë më pak, pa ama shërbimi është më i mirë. Pra, ata që kanë nevojë janë më pak, sepse në çdo shoqëri do ketë njerëz pa punë, njerëz të gjymtuar, pensionistë, fëmijë që s'kan mundësi të punojnë vetë, ama për ta shteti duhet të jetë aty, shteti duhet të jetë bujar. Por ama shumë kusht tjetër do duhet të futej në tregun e punës, të punonte, të prodhonte më mirë, të punonte më mirë, të kishte më shumë drejta, eksisoj të begatoj shoqëria. Kur ne themi transport falas për njerëz të mendim ekonomike, unë e mendoj këto si një fazë përkohshme, se unë aspiroj që të jetoj në një shoqëri ku shumë pak vetë ka nevojë për ndihmë ekonomike, domethënë. Ose të jetë diçka e përkohshme, kalimtare. Në këtë sens, domethënë, ndihma ekonomike është një masë, duhet të konsiderohet si një masë e përkohshme, derisa familja ose njerëz kanë mundësinë për punë. Flasim gjithmonë për njerëz që kanë mundësi fizike edhe psikologjike për punë, ose të tjerët patjetër që duhet të ndihmohen nga shteti. Këta njerëz të kualifikohen edhe të integrohen në procesin e punës, edhe për faktin që, shikoni, njeriu në punë, në far kuptimi, edhe kulturohet. Ka komunitet, ka solidaritet, domethënë është puna mund të jetë dhe vështirë, shfrytëzohesh punë edhe këto i ka patjetër, por ama puna është edhe një mjedis socializimi. Përndryshe njeriu po ndeti në shtëpi, do përplas kokën mbas murit. Nuk është tjetër. Unë jam më konfliktual për këtë edhe lëshoj gojen me shumë qejf për këtë. Thjesht pa punë njeriu bëhet budalla. Domethënë, më fal që unë e shpreh në këtë lloj mënyre absurde, domethënë, por në qoftë se ti nuk krijon një lloj komuniteti ku është i bazuar mbi profilin tënd intelektual ose të profesional që je pjesë të diçkaje në një, le të themi, është duket një çik poetike dhe romantike, por në një fabrikë ku janë 300 gra që prodhojnë një këpucë dhe din që kjo gjëja ishte një cop lëkure dhe tashmë është një këpucë, krijon atë ndjesinë që shife ne e bëm këtë. Dobishmëri sociale, pra kjo është ideja. Pikërisht, nëse ti nuk e provon asnjëherë në jetë këtë që ushqehesh me të ndjenjën e parazitizmit, domethënë normalisht nuk je i vlefshëm për shoqërinë. Më fal që e them kështu. Shiko, përpara se kontributi, unë mendoj që çdo njeri në fund të ditës duhet kënaqet nëse dhe mendon që ka kontribuar diçka për familjen e vet, për komunitetin, për shoqërinë. Kështu që, ku diun, unë mendoj që edhe njerëzit që janë pension, sigurisht nuk kanë detyrimin të punojnë, po edhe ata do ndiheshin më të motivuar, nëse, ku diun, një orë të ditës do të kishin mundësinë të, ku diun, të shkonin me një çerdhe dhe të tregonin pralla. Po them kështu domethënë.
do e ndjenin veten të vlerësuar, domethënë. Kështu që versioni rrim shtëpi edhe shohim televizor, më nuk pëlqen. Normalisht. Nëse ato e kemi folur edhe në përspesa edhe ne që jemi të rimundohemi të motivojmë një çik, po që mos të mbaj shumë sepse je edhe ti në agjend të ngjeshur. Unë kisha 2 këshilla që nuk i kam shpikur unë, se unë s'kam kapacitet për të shpikur, por i kam parë nga një shtet ose një land social siç është Berlini. Edhe që unë mendoj me kapacitetin tim që nuk ka asnjë lloj pengese që mos i bëhet Tirana për sa i përket ndërtimit, për shkak se ajo është fusha ime, unë nuk mund të flas për më shumë. Berlini që prej vitit jo vetëm Berlini, por edhe Hamburgu dhe 2-3 lande të tjerë, që prej 1 janari 2023 nuk jep më leje ndërtimi në qoftë se ti nuk e fotovoltaik. Sipër. Okej. Por për çdo ndërtesë private. Unë nuk mendoj se kjo e dëmton Bashkinë e Tiranës në ndonjë lloj mënyre ose ka ndonjë pengesë përveç lobit, përveç atyre emrave që ti përmendë, që bravo qofshi që i përmend, se të paktën ja, e pas kemi njërin që nuk pas ka frikë edhe nuk që nga i lidhur në interesa edhe në ndërit interesa. E dyta është ndërtimi i këtyre kullave që bën. Unë kam vënë që janë sasia e parkingut që ato kanë është jashtë kapacitetit të gjithë kohës dhe ka disa rregulla që janë këto eksperimentet e Kanadas për shembull, sepse ata janë goxha përpara se këto eksperimentet e Hollandës, pavarësisht se mua ai sistemi i Hollandës nuk më pëlqen më shumë, që në qoftë se ti ngre, le të themi, nëse Arlindi do të ndërtojë një ndërtesë private e cila ka 10 kate, Arlindi duhet le të themi të krijojë mundësi parkimi për minimumin gjysmën e asaj familje. Por edhe në qoftë se Arlindi vendos të bëj 5 kate, Arlindi prap do të ndërtoj prap sikur do ishte 10 kate për të vetmin fakt sepse ajo është hapësirë që xhapo punohet. Ne nuk do ndërtojmë çdo 10 vite, ne nuk do ndërtojmë çdo 15 vite, duhet të jetë larg pamës. Edhe në qoftë se kjo është një hapësirë që do bëhet projekti i ri, një leje e re ndërtimi, atëherë ndërtoje siç duhet, merre një subvencion, nxirre pastaj më vonë që mos të ngelin nënat e shkreta me karrocat që nuk i kalojnë dot nëpër trotuare se janë parkuar makinat, po të sillemi dhe të jemi ne si gjithë bota. Unë nuk e di se sa e implementuesh më është kjo në politikë, po unë kam vrarë mendjen vet, edhe përveç se frikës të oligarkëve, domethënë, në pengesë tjetër kjo nuk ka, se ne diell kemi plot. Vaten fali që është si keshi, domethënë deri diku që është këtu, është tani duke i ndërtuar njerëzve pompa, që bëj unë në një nga projektet që kam tani, e paguan ata komplet të gjithë sistemin e pompës në shtëpi, që do vjen fotovoltaikët, edhe thotë që ti unë po të ndërtoj kjo gjë, ti do furnizohesh, edhe unë pastaj si kesh do marr atë surplusin, domethënë. Ti fiton, unë fitoj. Hajde miru pafshim për mirangëzime. E kuptoj. Këto janë të bëshme, domethënë. Janë të bëshme se rregulla që vendosen edhe bëhen të detyrueshme për ndërtuesit edhe për çdo tjetër. Sigurisht në Tiranë nuk janë bërë deri më sot, sepse ata që kanë qeverisur nuk kanë qeverisur për të mirën e qytetarëve, domethënë. Patjetër që një ndërtuesi kushton më shumë ta bëjë këtë gjë, kështu që nuk i do rregullat e tilla, por ama bashkia do duhet të kishte një raport përgjegjësie përpara qytetarëve. Prandaj them qeverisja ndershme, qeverisja serioze, të nxjerrë edhe tek idet. Idet janë, domethënë timin zgjidhje ka. Mjafton të lexosh, të studiosh, të kuptosh nga përvoja e vendeve, sigurisht kuptosh edhe veçanëritë e vendit tënd, edhe zgjidhjet gjende. Rrugdalje të ka. Atëherë, për temë të fundit nuk kam lënë diçka të brish, domethënë, unë do kisha qejf të vazhdonim edhe 2 orë se unë kam shumë pyetje për të bërë, po të kuptoj që je i zënë, po që është një plag shumë e madhe që nuk ka shumë lidhje me Bashkinë e Tiranës, po një përgjegjësi me Shqipërinë dhe unë do e bëj si pyetje për vetmin fakt sepse ju keni qenë aktivist përpara se ti jeni parti politike. Dhuna ndaj grave. Unë nuk e kuptoja këtë në fillim sepse jemi lidhur me një familje, domethënë që kemi parë si të shenjtë, kemi marrë gjithmonë që mos të bëjmë krahasime të pavënda ndonjëherë, po unë si person jam kundër aktivizmave për sa i përket çështjeve sociale. Unë nuk mendoj sepse të dalësh sot mos rrifni gratë në rrugë, unë nuk mendoj se kjo nuk mendoj se kjo ndihmon sepse po i flet një publiku që është gjë ndërgjegjshëm, sepse ai që do dalë në shesh me ty, ai është gjasi ty. Ai nuk do ta rrifte asnjëherë gruan e vet. Edhe ai që do të dëgjon ty me vëmendje, ai asnjëherë nuk do e bën atë veprim. Nuk është se ka ndodhur ose ka ndonjë fakt të provuar që ishte dikush
më fal për absurditetin, po ishte gati duke rrahur gruan dhe pa këta që dolën në shesh, edhe e stopoi, tha, o, më fal, tani me që nga e gabuar atëherë. Unë në këtë lloj aktivizmi nuk besoj, unë besoj në ato aktivizmat e tjerë, po, për sa i përket disa që juve keni bërë. Ka ndonjë lloj mundësie që një institucion siç është bashkia, për shembull, apo ku dëgjon një lloj organizate, se ne flasim gjithkohë që çdo gjë fillon nga arsimi, po me sa duket nuk qen ka mjaftueshme, me sa duket to aktivizma dhe protesta nuk funksionon ka. Domethënë, çfarë do bëjmë ne, se kjo është turp. Është turp ti tregosh, është turp ti tregoj njerëzve çfarë janë lajmet e fundit për shembull këtu, se ne në Shqipëri kemi edhe këtë absurditetin tjetër. Se ne i shesim si Big Brother këto lajme, kupton, në vend që ajo të mbahet konfidenciale derisa të zgjidhet çështja, të dënohet ai dhe të vihet ligji në vend të thojë që ky person bëri këtë gjë dhe unë e dënova. Kurse te ne i shesin se për shembull shumë klika këto lajme. Dalin persona të sëmur psiqik dhe vrasin 4 gra brenda një dite, edhe bëjnë xhiro komplet Tiranën dhe asnjëri nuk ishte i aftë të parandalonte ndonjë gjë. Edhe ne merremi të gjithë me atë pasojën më vonë pasaj, e themi jo po ishte kështu, jo po ishte i sëmur mendor. Ku duan t'ja dinë ato 4 që ikën, që ishte i sëmur mendor ai. Ato ikën tash. Ky është një problem vërtet shumë i madh edhe i thellë. Është edhe në botë patjetër, domethënë. Po në vende si Shqipëria me sa duket është më i ashpër. Nuk ka një zgjidhje të shpejtë fatkeqësisht. Zgjidhja duhet të jetë afatgjatë. Edhe duhet të jetë i kombinimi i masave shtetërore, edhe i politikave të ndërgjegjësimit, po dhe i përmirësimit të shërbimeve sociale. Ne nisim nga gjëja më e thjeshtë, shteti duhet të funksionojë. Nëse ti dhunon një grua, nëse ti ngacmon një grua, nëse ti e poshtron një grua për faktin që është grua, ti duhet dënohesh. Duhet dënohesh edhe dënimi duhet të jetë i tillë që ty të të shkurajojë që ta bësh përsëri. Mirë po, për shkallëzim dënimi. Mirë po, këtu është një lloj e njëjta politikë që ndiqet ndaj kriminalitetit, por nuk mjafton vetëm dëshkimi. Sepse ne nuk duhet të luftojmë vetëm simptomën, por duhet të luftojmë dhe shkaqet. Se njeriu nuk është i dhunshëm prej natyre, pra nuk mund të thuash që, ku diun, dikush se lindi burr është, ku diun, i dhunshëm prej natyre ndaj dikujt tjetër që lind burr. Ktu ka shkaqe sociale, ekonomike që e nxisin edhe e përkaqësojnë marrëdhëniet gjinore, dhunën ndaj grave, ngacmimet e kështu me radhë. Kështu që duhet luftojmë këto shkaqe, duhet luftojmë për shembull padrejtësitë në punë, varfërinë, duhet luftojmë shërbimet sociale që janë të degraduara. Nëse i përmirësojmë këto, do përmirësojmë kushtet e jetesës njerëzve, e kësaj do kemi më pak shtys për ta ushtruar dhunën, po edhe më pak shtys për ta duruar dhunën. Ka shumë gra të cilat dhunohen, por nuk ngren zë ose nuk denoncojnë, sepse bëjnë një llogari të thjeshtë, po më kuptimin unë thot ajo nuk kam mundësi të jetoj vetëm. Rroga që marr është aq që ulët, ose fakti mund mos kem punë fare, saqë e mua edhe po më erdhi policia dhe të më shpëtoi, ja policia më mori më shpëtoi 5 ditë, pastaj unë ku do shkoj? Po nuk kam, si thua, punë, nuk kam pagë, nuk kam shërbime sociale, kështu që jam i detyruar të rri në atë marrëdhënie edhe të duroj pafundësisht dhunën apo poshtërimin. Dhe elementi i fundit mendoj është ndërgjegjësimi dhe arsimimi i njerëzve, domethënë. Që fëmijë ne duhet mësohemi ta respektojmë tjetrin, të respektojmë dinjitetin e tjetrit, të respektojmë të ndryshmin. Madje të respektojmë dikë që nuk na pëlqen. Se fundi njerëz jemi, secili ka shijet e veta, domethënë, bota është e madhe, jo çdo gjë që shohim na pëlqen. Mirë po, duhet të mësojmë që çdo kush ka drejtën të jetojë ashtu si do, sa nuk na cënon ne. Domethënë, bashkëtesa në qytet, respekti reciprok, respekti i dinjitetit tjetrit janë të domosdoshme edhe mbi ata që ty nuk të nuk të pëlqejnë. Përndryshe nuk ka bashkëtesë, përndryshe është, ku diun, një situate, ku diun, e luftës së gjithëve kundër të gjithëve, ku fiton gjithmonë më i forti, më i dhunshmi, më i paprincipti e kështu me radhë. Çfarë mund të bëjmë ne, Arlin? Gjëja e fundit që do të pyesja. Unë si Bleon, çfarë mund të bëj për këtë që të ngrej edhe unë atë peshën time sa do të vogël? Tani, secili nga ne vetëm mund të bëj pak gjëra, sigurisht të rëndësishme, po pak. Rëndësi ka që ne të jemi në grup, të organizohemi, të eksisoj ta ngrem zërin kolektivisht. Unë mendoj që gjithsecili nga ne ka mundësinë që përmes fjalës të bindë të tjerë, përmes shembullit vet
të bindë ata që na shohin. Domethënë njerëzit janë, shikoj, njerëzit dëgjojnë, njerëzit siç ndikohen nga e keqja, ndikohen nga e mira. Domethënë, kështu që në rast se shembujt e mirë shtohen, do të shtohen dhe ata që do ndjekin pas shembujt e mirë. Eksisoj do të kemi një masë kritike në shoqëri që do të nisë të bëjnë ndryshime edhe për një çështje kaq të rëndësishme siç është pozita e gruas, të drejtat e gruas e kështu me radhë. Arlind, unë falenderoj jashtë mase. Do kisha dëshirë shumë që pas zgjedhjeve kur të liroj të më vije prap. Atëherë njerëzit mund të ndjekin në Facebook, në Twitter, në Instagram, në webin e Lëvizjes Bashk, edhe në TikTok. Edhe në TikTok. Po. Pra, jeni afër që gjithkohës, edhe për sa i përket pjesës së votimit, mund të shprehësh se si mund të votojnë njerëzit edhe qytetarët e Tiranës, ne kandidojmë vetëm në Bashkinë e Tiranës, do kenë 2 fleta votimi. Emri im do jetë i pari në listë, domethënë është numri 1, në fletën për kryetar bashkie, kurse emri Lëvizjes Bashk do të jetë 36 në listë, pra i fundit në listë. Kështu që në fletën për kryetar unë jam membri i parë, në fletën për Këshillin Bashkiak, Partia Lëvizja Bashk është e fundit, pra është numri 36. Edhe për këto gjëra, çdo lloj gjë tjetër që juve ka pëlqyer nga Arlind Qori, duhet mbase këtë herë të bëni atë zgjidhjen e dur, por unë inkurajoj të gjithë atyre që do të dëgjojnë nëse ka ndonjë familjar, edhe nëse Arlindi nuk ju pëlqen ai shumë sa mund të pëlqej mua apo dikush tjetër, më mirë se ata që janë është, kështu që bëni ndryshimin, të paktën një herë, se na vajti kjo tu. Falenderoj Arlind dhe mirë u pafshim herën tjetër. Falenderoj dhe unë ty Bleon për mundësinë, për pyetjet, bisedën interesante dhe sigurisht edhe për mesazhin në fund. Ciao. Mirëpash.